Hey guys, welcome to Red Line Talk Show. I'm here today with a special guest all the way from Albania. His name is Adriatik Lapaj. He's a leader of a new party called Shqipëria Bëhet. Shumë vështirë, po jo misioni pa mundur. Përshëndetje Adriatik, mirë se vini. Mirë se të gjeta në këtë shtëpinë tënde të bukur këtu. Faleminderit. Adriatik, siç përmenda edhe më parë, ju jeni kryetari një lëvizje, po ta quaj, ka qenë një lëvizje Shqipëria Bëhet dhe u ktheu në parti apo jo? Vazhdon të jetë lëvizje politike, sepse fjala parti mua nuk më tërheq shumë, më duket disi old, pak se vjetëruar, e dal mode, kështu që është një lëvizje politike sepse është dinamike. Nuk i ka strukturat klasike, nuk funksionon me ato strukturat e dikushme që bëhen mbledhje seksione, grup seksione, kjo është më dinamike, është e lëvizshme, është e shpejtë. Për momentin po themi antar ka lëvizja që janë dedikuar pjesë e formatit? Po, do me thënë, antar zyrtar, lëvizja duhet jetë diku te 6.700-6.800, se nuk është se mund ta kem fiks sot, po nga të dhënat e fundit. Po flasim për njerëz të cilët janë me drejta të plota, në bazë statutit, për të marrë vendime dhe për të shprehur gjithë angazhimin e tyre. Ju jeni aktivizuar për më shumë se një dekadë në çështje sociale dhe politike. Cili ka qenë momenti kyç që ju shtiu të hyni në politikë edhe të krijoni Shqipëria Bëhet? Ishin 13 vite të angazhimit tim publik pa ndalur asnjë ditë, si aktivist që nga koha e përfundimit të universitetit edhe deri para një viti e gjysmë. Si aktivist i angazhuar me çështje civile në të gjitha drejtimet në Republikë, po pastaj edhe si avokat që ka udhëhequr çështjet juridike për interes publik në vend në 12-13 vitet e fundit. Vendosa që të angazhohesha në politikë sepse si në çdo gjë në jetë ka një pikë ku kulmon rrugëtimi. Në vitin 2022 ne udhëhoqëm bashkë me kolegë të tjerë protestat kundër rritjes së çmimit të naftës dhe produkteve të tjera ushqimore. Dhe aty ka qenë një pikë kthese sepse protestat ishin shumë masive, por aty dhe kuptova që nuk ishte më shumë se aq si aktivist. Pra, si me thënë, i vara këpucët e futbollit si ata lojtarët në gozhë në atë moment si aktivist i shoqërisë civile, sepse më shumë se aq nuk mund të bëja dot më shumë, po. Dhe nga ai moment fillonte konsumi dhe rënja pastaj, sepse do ngelesha thjesht një njeri që fliste, por nuk çonte gjërat më tej. Angazhimi politik ishte një hap më tej për të ndryshuar gjërat. E kuptoj. Shqipëria Bëhet është paraqitur si një alternativë ndaj partive tradicionale, mund të themi. Çfarë bën ndryshe këtë lëvizje nga partitë e tjera? Po është nevojë, do thosha unë. Nuk është se ne e deshëm ta bënim këtë gjën kështu. Po na detyruan të shkojmë në këtë drejtim sepse kuptuam që ishim si ai miu brenda atij rrethit që dridhet. Po. Dhe ti vrapon dhe e gjëm veten në të njëjtin vend tërkohës dhe donim të dilim nga rrethi vicioz. Pra, nuk është se që një dëshirë e madhe për të angazhuar në politikë për të bërë transformimet e jashtëzakonshme apo për të qenë njerëzit që bën ndryshimet e mëdha. Donim të jetonim në një vend normal, kaq. Dhe u detyruam të hedhim këtë hap, ndryshe do ishim si kavje në laborator ku vrapon dhe jenë në të njëjtin vend. Dhe ata që bëjnë eksperimentin qeshin nga cepi i divanit ku të shohin. Kjo që. Shumë shqiptarë, mendoj unë, kanë humbur besimin tek politika. Si synoni ju si parti ta riktheni besimin të qytetarët? Kjo është e vërtet. Politika në Shqipëri është trajtuar si një profesion i të ligës. Në këto 34 vite, jo se të gjithë politikanët kanë qenë të korruptuar apo të liq, po gjurma që është lënë më shumë ka qenë e tillë. Për këtë arsye njerëzit e kanë humbur besimin pasi janë gënjur her pas here dhe nuk kanë arritur rezultatet e pritura. Një pjesë e kanë gjetë zgjidhjen duke u larguar në emigrim, ku afro gjysma e popullsisë tonë tashmë jeton jashtë atë dheut, ndërkohë një pjesë tjetër e madhe e kanë gjetë duke u konformuar e duke mos u ndjerë. Ajo që ndryshon është fakti që duam të jetojmë në një vend normal. Tër betejë jonë është për normalitetin. Ne nuk bëjmë betejë për të bërë gjërat jashtëzakonshme, ne bëjmë betejë për të bërë thjesht normalitetin.
Pra kërkojmë të kthejmë në Shqipëri një jetë normale, siç vendet të tjera e kanë pa sforco të jashtëzakonshme. Kaq normaliteti është. Sipas sondazheve, jeni ndër politikanët me mbështetje më të madhe publike. Ku mendoni se po rezonon më shumë mesazhi juaj? Po te fakti që I'm self-made, siç e thoni Po, këtu. self-made, po. Njeri i bërë vetë, njeri që vjen nga rrënjët, nga balta, nga njerëzit poshtë, nga terreni. Njerëzit gjejnë veten sepse te unë shohin historinë e njeriu që nuk ka planuar të nënshtrohet, ose të paktën të bëhet pjesë e sistemit. Për këtë arsye, besoj mesazhi shkon qartësisht te çdo njeri që do të jetojë si një njeri normal. Dhe stili im i jetës besoj është ai që e bën të vërtetueshme të gjithë këtë, sepse njerëzit në Shqipëri është një vend i vogël, njerëzit e njohin të gjithë njëri tjetrin. Unë them shpesh ne jemi kom kushurish. Po t'ulesh në autobus nga Tirana në Sarandë, diku në Fier me atë që janë se dile ke dali afër mos e krushi. Në këtë drejtim njerëzit shohin, e din dhe shohin stilin e jetës që unë bëj në Tiranë, ose në gjithë Republikën, dhe u përputhet ajo që unë them me atë që unë jetoj praktikisht. Besoj kjo është arsyeja. Diaspora shqiptare do luajë një rol të rëndësishëm këtë vit, sepse më në fund kanë drejtë për të regjistruar për të votuar në Shqipëri. Cili mendon ose më thjesht, a do kenë shqiptarë që do votojnë në diasporë besimin tek vota që do hedhin në Shqipëri? Po, unë 14 muaj më parë kam qenë këtu në New York në një ndër takimet e para të rrugtimit ton për të kërkuar votën e diasporës. Pra ishte fillimi kur ne e kërkuonim si koncept për ta kthyer në ligj. Mbaj mend që këtu në Bronx në takim shumë prej pjesëmarrësve që ishin shumë në sallë ishin shumë skeptik praktikisht. Po, edhe unë kam qenë skeptik. Ishin vërtet shumë skeptik dhe unë e dalloja në sytë e tyre për kortezi, mundoheshin ta mbanin veten, po e kuptoja në sytë e tyre që ishin vërtet shumë skeptik. Dhe kjo nuk që vetëm në atë sallë apo këtu në New York, po ishte kudo unë shkoja për të folur me diasporën. Dhe vendosmëria bëri që hap pas hapi gjithë bashkë të mundsonim këtë proces historik. Tashmë ky është një realitet. Ligji që ne shkruam shkoi në parlament me 21 firma qytetarësh, u miratua, sot ai është një realitet i aplikuar, janë regjistruar mbi 245.000 shqiptarë që jetojnë jashtë. Po. Nuk është një shifër e vogël si herë e parë me gjithë problemet që pati sistemi, se ishte hera e parë. Unë besoj që përveç këtyre 245.000 do të jenë dhe rreth 150-160.000 të tjerë që do të vijnë fizikisht në Shqipëri nga vendet fqinje, Greqia, Italia, ose nga zonat e Gjermanisë dhe Anglisë. Thënë ndryshe, rreth 400.000 shqiptarë të diasporës pritet të votojnë në këto zgjedhje dhe nuk është një numër i vogël, është një numër që ndan fituesin, ose ndan transformimin, ose ndan historinë, sepse mund të jetë numri që mund të çajë sistemin për të krijuar flukse të reja në politikë dhe ndryshimin e madh. Për të patur një ide, për shikuesit që se din, sa konkretisht i që diasporën më njanë, sa veta votojnë në Shqipëri në çdo zgjedhje? Herën e fundit kanë votuar 1.560.000. Herën e para fundit 1.600.000. Pra vërtetë diku te 1.5-1.6 milion votues brenda vendit që shkojnë marrin pjesë në votime. Nëse kësaj here diaspora mobilizohet si duhet, mund të shkojmë në 1.9 deri në 2 milion votues. Do të ishte një numër shumë domethënës dhe do të ishte një mundësi e një ndryshimi cilësor në nisjes së një ndryshimi të madh në Shqipëri. Shiko, gjërat Roma nuk është ndërtuar në një ditë. Ne duhet ta pranojmë që jeta biologjike e njeriut ka një dallim të madh nga jeta e një kombi. Se nëse për një njeri 30 vite nga jeta e tij janë shumë, për një komb 30 vite janë pak. Në këtë drejtim ne mundohemi të vendosim nga jetu në këtë rrugën dhe këto shkallë që duhen ngjitur drejt kthimit të Shqipërisë në një vend normal e më vonë në një vend zhvilluar. A mund ta bëjmë dot brenda javës, brenda vitit? Kjo nuk mund të ndodh, por ne duhet të hedhim hap e nga një hap çdo ditë pa ndaluar për ta çuar procesin përpara. Kjo është ajo që kemi në dorë të bëjmë dhe këtë po bëjmë. Për njerëzit që për shembull nuk e kam shumë iden, domethënë sa kandidat mund të dalin nga një blok votues? Si funksionon, si është formula? Janë 12 qarqe, 12 zona elektorale. Po.
secila zonë raport me numrin e popullsisë ka edhe numrin e mandateve. Nis nga Kuksi me 3 deputet Okay. dhe shkon deri në Tiranë me 37 deputet për një zonë. Votimi është proporcional rajonal, që do të thotë votat e një qarku numërohen dhe mblidhen në atë qark. Sigurisht sistemi nuk është më i miri i mundshëm, përkundrazi nga më të këqij që mund të kishim. Është ndërtuar i tillë për të fragmentarizuar dhe për të vrarë çdo mundësi për të maksimizuar votën e ndryshimit, flukseve të reja. Kosova ka një model shumë të mirë që ne duhet ta përqafojmë dhe për atë do të punojmë në vazhdim për ta arritur. Por, siç ta thash, unë jam besim plot që në këto zgjedhje do kemi një numër rreth 300.000 shtetas cilët do votojnë ndryshimin, besoj, dhe është një numër i konsiderueshëm sepse përkthehet me një numër të madh mandatesh. Për shembull, unë u regjistrova dhe unë kam atë regjistrimin tim në Fier. Tash si bie, unë do votoj për një kandidat që kandidon në Fier apo më shpjego pak si funksionon? Të gjithë ata që regjistrohen do të votojnë për listën e kandidatëve të qarkut ku kanë pas vend banimin e fundit në Republikën e Shqipërisë. Okay. Pra në Fier i bie për ty qarku i Fierit. Votat vinë në Tiranë dhe numërohen në Tiranë, por shkojnë për llogari të qarkut përkatës. E kuptoj. Qytetarët nuk duhet të kenë merak për procesin e votës së diasporës, sepse konstatoj që një pjesë e madhe kanë ngelen pjesë e konspiracionit. Kemi bërë me fiksime që kur kemi lënë Shqipërinë. Vota e diasporës do jetë shumë e sigurt, madje është më e sigurt se vota brenda vendit, sepse ligji dhe procesi është i tillë që është thuajse në kufitet pa mundurës për ta manipuluar. Ndërkohë vota brenda vendit ka problemet e veta sepse trashëgojmë huqjet e së shkuarës. Dikush shitet, dikush blihet, dikush kërcënohet, dikush vazhdon akoma ajo? I merret karta identiteti dikujt. Sigurisht që vazhdojnë, absolutisht që vazhdojnë. Dhe vota e diasporës ndaj do jetë shumë e rëndësishme sepse do mund të balancoj këtë fenomen negativ që ndodh brenda vendit. A shihni hapësirë për bashkëpunim me partitë ekzistuese për reformat apo synoni të krijoni një blok të ri politik? Shiko, Shqipëria nuk ka nevojë për një patericë të re në politike, as për dekor në politikë. Shqipëria ka nevojë për ta ndarë çapin nga sheqeri, thot populli jon, dhe për të krijuar një ndarje ideologjike dhe politike me brezat. Pra, brezi i viteve 90 që soi deri këtu, me të mirat dhe këqijat e veta, është një brez që tashmë duhet lër stafetën. Dhe duhet vazhdojë një stafetë e re. Për këtë arsye unë e shoh të palogjikshme dhe të dëmshme çdo interferim dhe ndërveprim mes të dy modeleve. Ne duhet të nisim një rrugë të re, e cila mund marrë dhe kohën e vet, por duhet një rrugë e cila fillon dhe e transformon Shqipërinë me koncepte të reja të botës dhe kohës në cilën po jetojmë. Po flejte i thaj me pleshta do të zgjohesh. Kështu që po futen në këto historitë e bashkëpunimit me ata që e kanë sjellë Shqipërinë në këtë gjendje dhe e kanë vjedh, nuk e ndan dot më historinë pastaj se fillon edhe mësohesh me ato vese. Tani korrupsioni ka qenë një nga problemet më të mëdha në politikën shqiptare. Si synoni ta luftoni këtë fenomen? Fenomeni luftohet në shumë drejtime. Në makro luftohet përmes shkollimit vazhdueshëm dhe rritjes së cilësisë së arsimit. Ndërkohë në terma afat shkurtër luftohet përmes masave drastike të cilat e godasin në nivelet e larta. Do me thënë, nuk ka ndonjë efekt nëse ti arreston një polic apo një inspektor apo një pastrus apo një punëtor të zakonshëm, sepse një bie 10 ngrihen. Po nëse ti fillon dhe mban presionin lart aty ku merren vendimet dhe godet rënd korrupsioni në nivelet e larta drejtuese, aty pastaj ka filluar ndryshimi dhe ecuria drejt luftës kundër korrupsionit. Për këtë arsye ne kemi parashkuar në program që korrupsioni i zyrtarëve të lartë të konsiderohet tradhti e rëndkombëtare në kodin penal e të dënohet minimalisht me 25 vite burg dhe sekuestrim i të gjithë pasurisë. E njëjta gjë, korrupsioni dhe bashkëpunimi i drejtuesve të policisë së shtetit, e theksoj, drejtuesve të policisë së shtetit, me krimin e organizuar, duke cënuar jetën, shëndetin dhe pronën e qytetarëve, duhet gjithashtu të dënohet minimalisht 25 vite burg pa drejtulje dhe konfiskimi të gjithë pasurisë. Kjo do të ndalte këtë fenomen në nivelet e larta drejtuese dhe nëse shteti nuk vidhet aty ku bëhen vendimet, është thuajse e pamundur të vidhet në hallkat e tjera pastaj sepse secili mundohet të ruajë veten.
Çfarë mendimi keni ndaj SPAK-ut? Edhe apo mendon që ata po bëjnë paktën ka marrë një rrugë kundër korrupsionit? Unë kam qenë një nga mbështetësit më konstant të asaj strukture, që nga fillimi deri sot, me kosto, sigurisht pa u ndalur asnjë ditë, do të jem deri në fund mbështetës i strukturës, sepse shoh si një mundësi të vetme për të goditur atë që ishte e pagoditshme deri më sot, pra pa ndërshkueshmërinë. Kështu që jam në mbështetje të strukturës, struktura mund të ketë gabimet e veta në momentet caktuara, sepse asnjë gjë nuk është perfekte. Ndoshta një prokuror apo një tjetër nuk është në lartësinë e detyrës në një moment caktuar për arsye të ndryshme, por ne duhet mbështesim parimin dhe strukturën në vetvete. Dhe unë mendoj që struktura po punon dhe unë jam në mbështetje totale dhe të pandalur për ta, me çdo kosto. Ju keni krijuar një koalicion me Nisma Thurje. Çfarë ju bashkoi me këtë lëvizje dhe cilat janë objektivat kryesore? Parimet, do me thënë parimet dhe vizioni mbi cilën synojmë ta ndryshojmë Shqipërinë. Lufta ndaj pandërshkueshmërisë, qeverisja me ndershmëri, investimet në arsim, kthimi i Shqipërisë në një vend që prodhon, një vend prodhues dhe jo në një vend thjesht që importon dhe konsumon. Bashkëpunimi në funksion të së mirës dhe jo bashkëpunimi në funksion të së keqes. Bashkimi i të rinjve për ta ndryshuar vendin ton. Kanë qenë gjitha këto parime që i kemi përqafuar të dyja palët, cilat na kanë çuar në një konkluzion të përbashkët për të dalë bashkë në këto zgjedhje. Po si do funksionojë ndarja e përgjegjësive në edhe rolis secilës së brenda forcës? Forcë drejtuese e koalicionit është Lëvizja Shqipëria Bëhet. Okay. Unë jam drejtuesi i koalicionit, por këtë e quaj një formalitet, me thënë drejtën, sepse nuk kemi për ta trajtuar si të tillë në praktik. Në praktik do të funksionojmë me një këshill të koordinues të përbashkët, i cili do të marrë vendimet me shumicën e të gjithë anëtarëve të vet. Okay. Kështu që për formalitetin që kërkon ligji që duhet dikush ta drejtojë, ekipi dhe të gjithë vendosën të isha unë, por do ta drejtoj me një ekip dhe një këshill koordinues. A e shihni këtë si një bashkim afatgjat apo si një aleancë strategjike për zgjedhjet e ardhshme? E shoh si një bashkim afatgjat që besoj do të çojë në shkrirjen dhe në krijimin e një force të vetme në periudhën post-zgjedhore, sepse qëllimi duhet të jetë bashkimi i vlerave dhe duam që ta çojmë këtë në një model që ofron dhe të tjerë për t'u bashkuar në një kohezion të madh të gjithë palëve që përfaqësojnë të mirën për të bërë një ndryshim të madh. Besoj pas zgjedhjeve do të kemi një bashkim dhe një shkrirje të subjekteve në një. Çfarë bën këtë koalicion ndryshe nga aleancat e tjera që janë formuar në politikën shqiptare? Ka qenë koalicion parimesh, domethënë. Ne na erdhën dhe na ftuan thuajse të gjithë. Por e gjetëm veten në një grup më të ngushtë sepse kërkuam të mos cedojmë. Pra le të themi, nuk duam që qytetari shqiptar kudo jeton të thotë që jam edhe këta u bën, ja dhe këta pazarxhi. Domethënë, nëse nuk na votojnë masivisht, më mirë të ngelet në ndërgjegjen e gjithë secilit se sa te ne. Mos kemi ne pishmënin që po shiko se po mos të kishim bërë këtë gjën, mund të na kishin mbështet njerëzit. Ne u munduam ta mbajmë sa më të pandotur nga mëkatet e së shkuarës për t'i dhënë mundësi qytetarëve që të kenë një opsion real. Pastaj po e zgjodhen mirë, nuk e zgjodhen, ne do respektojmë vendimin e tyre, se nuk kemi rrugë tjetër. Shqipëria ka humbur mbi 500.000 qytetarë dekadën e fundit, kryesisht për arsye ekonomike. Si e shpjegoni këtë valë të madhe emigrimi jashtë Shqipërisë? Edhe çfarë do bëni ju ndryshe nëse do merrni qeverinë? Mungesa e shpresës, domethënë, vala e fundit që ka ikë nga Shqipëria kanë qenë kryesisht stres e mesme. Njerëz që nuk është se kanë ikë për ekonomi kryesisht, një pjesë e madhe e tyre kanë ikur sepse nuk kanë parë shpresë dhe aspirat për qëndrueshmërinë në të ardhmen. Në lidhje me jetën e tyre, të fëmijëve të tyre, shkollimin e fëmijëve, sigurinë shëndetësore, me radhë. Ti dëgjon fëmijë që humbi babain se vajti në spitale dhe s'kish ilaç. Kjo ti të traumatizon. Të bën të pasigurt. Të bën të marrësh vendime të vështira për të ikur, sepse kërkon disa standarde bazë. Shkon fëmia në shkollë dhe klasa është e ftohtë, pa dritare. Kjo të bën të ikësh.
shkon fëmia për të konkuruar në punë dhe shkohet me mike me shok ose me para. Kjo të bën tikësh. Në këtë drejtim, mungesa e një qëndrueshmërie në mënyrën se si funksionojnë institucionet, po dhe shoqëria jonë në tërësi ka bërë që njerëzit të largohen në vazhdimsi. Ajo që mund të bëjmë e para është të ndryshojmë standardin e të sjellurit në raport me administratën dhe shteti. Duhet të krijojmë njerëzve qetësinë që shteti nuk është një institucion banditesk dhe që krijon reprezalje, por është një institucion që është aty për të zgjidhur problemet e njerëzve. Duhet të krijojmë bindjen që lufta ndaj korrupsionit është serioze. Duhet të krijohet bindja që shërbimi merret pa mik apo pa shok apo pa para. Është e gjitha psikologjike. Në momentin që krijohen të gjitha këto faktorë, njerëzit e kanë qasjen e ndënjes në shtëpinë e tyre dhe investimit, hyrjes dhe në kredi me radhë dhe afrimit dhe kthimit të një pjesë të atyre që kanë ikur. Fatmirësisht bota sot është bërë shumë e vogël, se nëse dikur ikje në Amerikë, ishte sikur ikje në Jupiter. S'kish më këtij. Po sot të vish në Amerikë unë kam marrë 2 herë nga dhjetori deri tani. Si duket Amerikën? Unë e kam deputesa Amerikën, se këtu jeton 90% e familjes time. Okay. Kam këtu të gjithë vetëm babaim dhe unë jam në Shqipëri në kuptimin e degës së familjes. Gjithë tjerët janë këtu. Për mua unë s'kam jetuar gjatë këtu, po e shoh si Shqipërinë e dytë, sepse jeton familja ime këtu, jeton gjaku im këtu. Dhe ky kombi madhërisëm për mua, sa herë shqiptarët kanë pas nevojë, është renditur dhe i ka nxjerr nga halli, me thënë drejtën. Kështu që marrëdhënia ime është e jashtëzakonshme me atë tuaj të dytë, ose edhe të parë tani se këtu jetoni, po. Ja, për mua është e dytë akoma. Okej. Shumë të rinj shohin emigrimin si të vetmen mundësi për një jetë më të mirë. Çfarë konkretisht premton Shqipëria bëhet për ta ndryshuar këtë mentalitet? Janë disa reforma që ne parashikojmë. Në lidhje me të rinjt, ne kemi disa programe të cilat e bëjnë jetën në Shqipëri më të thjeshtë. Një ndër to është programi Shtëpia ime dhe UIM. Okay. Për çiftet e reja ne parashikojmë që të miratojmë një program që çdo çift i ri kur martohet apo bëhet me fëmijë, ketë të drejtë të shkojë për të marrë një kredi të butë me interes fiks 1%, dhe diferencën ta paguajë shteti për sipërfaqe deri në 80 metra katror. Nëse do ta blejmë më shumë, pra 100 metra katror apo 120, diferencën duhet ta paguaj vetë. Për 80 metrshin përgjigjet për interesat plus 1% shteti. Kjo nuk do të thotë që çdo çift i ri do shkojë ta marrë këtë kredi, se nëse një çift i ri ka të ardhurat 10.000 dollar në muaj në Shqipëri, nuk i plotëson kriteret për ta marrë. Ktu bëhet fjalë për çiftet e reja që punon burri dhe gruaja, pra të dy bashkëshortët, por i kanë të ardhurat të tilla sa nuk e kalojnë një normë mesatare të jetesës në vend. Kjo do të na krijojë mundësi që çiftet e reja të marrin një hovë të madh, të marrin një mundësi për të krijuar jetën dhe për të lidhur me atë, sepse në momentin që merr një shtëpi, fillon e rregullon, lindin fëmijët, lidhesh e ke më të vështirë ti kësh. E dyta është paketa që për mirëritjen e fëmijëve. Buxheti jon nuk është i madh, por me aq sa ne parashikojmë për të paktën 4 vjeçarin e parë efektet në buxhet për shkak të luftës që do t'i bëhet kontrabandë me radhë, ne parashikojmë që të miratojmë një buxhet i cili ndan çdo muaj për fëmijët nga 0 deri në 18 vjeç, një paketë ushqimore, pra një paketë në para që konvertohet në paketë ushqimore prej 30 eurosh në muaj për secilin fëmijë, pra në raport me çdo fëmijë. Nuk është shumë, po është një nisje e mirë. Efekti financiar i saj shkon diku te 260 milion dollar në vit, sepse bëhet fjalë për rreth 600.000 fëmijë që do ta përfitojnë. Ne për çiftet e reja kemi edhe një program tjetër që lidhet me riprodhimin. Statistikisht në Shqipëri sot, po dhe në botë, po në Shqipëri e kam të sigurt që po them, 1 në 3 çifte ka probleme me riprodhimin, edhe pse nuk e thon. Për shkak të stilit të jetesës, ndotjes, janë shumë faktorë që po e shkaktojnë. Unë nuk di ta shpjegoj me detaje se nuk jam mjek, por statistikën e kam të sigurt, të vërtetuar. Ne duam që të krijojmë qendrën kombëtare të fertilitetit pranë qendrës spitalore universitare Nën Tereza, e cila do të krijojë mundësinë që çiftet e reja me të ardhura jo mbi mesatare
të mund të kryejnë procedurat për fertilizim, pra për riprodhim, pranë kësaj qendre pa u detyruar të paguajnë para, të cilat sot shkojnë në vlerat 4 deri në 5.000 $. Pastaj ato çifte të cilat kanë mundësi ekonomike sigurisht mund ta përballojnë vetë. Të gjitha këto krijojnë një ambient të ngrohtë për çiftet e reja që ta nisin jetën më ëmbël, me pak stres. Pastaj ne kemi paketat e zhvillimit ekonomike me radhë, të cilat u shërbejnë shumë, po ato janë të gjata, nuk e di a mund t'i shpjegoj dot. S'ka problem. A mendoni se Shqipëria po shkon drejt një krize demografike? Ka shkuar. Çfarë masash duhet të marrë ose duhet të ndërmerren urgjentisht për të ndalur zbrazjen? Ne jemi në krizë demografike. Ne kemi nisë në vitin 92 me 26 vjeç moshën mesatare, me reja në Europë. Sot jemi 42, por ritmet janë të atyra që brenda një dekade mund të shkojmë në 48 vjeç mosha mesatare. Kjo është e trisht. Është dëmi më i madh që është bërë Shqipërisë në këto 34 vite, është eksaktësisht kjo. Sepse korrupsionin e lufton, po e pa të quajmë. Rrugët i bën, shkolla, spitale ndërton. Problemi është që po të mungoj elementi njeri, gjitha këto pastaj kthehen në një gjë të pamundur në vetvete. Edhe elementi njeri kërkon riprodhim. Riprodhimin e bëjnë njerëzit në moshë të re. Në momenti që ti nuk e rini për të riprodhuar, atëherë si i bëhet për një kombë. Kështu që plaga më e madhe që i kanë lënë Shqipërisë, e të cilën do ta ndjejnë 30-40 vitet e ardhshme, është demografia, absolutisht demografia. Por dhe këtu un kam një shpresë dhe një besim të madh që lidhet sërish me diasporën. Pse? Shiko, ne duhet mësojmë nga vendet e tjera. Ka shumë vende, Greqia, Izraeli, ka që kanë pas diasporë shumë të madhe dhe janë kthyer. Ne duhet në momentin që vendosim të ndërtojmë një shtet demokratik dhe populli e ndan mendjen, ne na duhet bëjmë politika shumë të forta sa i takon zhvillimit ekonomik dhe krijimit të kushteve që e bëjnë jetesën shumë cilësore për të gjithë shqiptarët kudo që ndodhen në botë. Mbesoj që një pjesë shumë e madhe do ktheheshin realisht, sepse jeta është bre vështirë kudo. Unë e shoh kudo shkoj, në Angli, në Amerikë, kudo është e vështirë. Ndryshimin mes këtyre vendeve të Shqipërisë e bën vetëm një gjë. E bën vetëm garancia që këtu apo në Angli apo në Francë njerëzit kanë te struktura shtetërore sa i takon gjërave thelbësore. Sa i takon shëndetit, sa i takon shkollimit, sa i takon pensioneve. Domethënë kjo është ajo që duhet të bëjmë ne. Në momentin që bëjmë këtë, garantojmë dhe sigurinë për të jetuar, bëhet më lehtë në Shqipëri pastaj, sepse koha është më e mirë, kushtet atmosferike më të mirë, ambienti jon, tradita jon bëhet më e thjeshtë. Kështu që un kam një shpresë të madhe të një rikthimi jo të vogël, në gjykimin tim subjektiv, deri në 1 milion shqiptar mund të rikthehen atje nëse bëjnë reformat e duhura. Po mund të ndodh sepse po ti vësh në peshore, unë testoj njerëzit. Vinë në Amerikë i testoj, domethënë. Një pjesë shumë e madhe janë të gatshëm nëse shteti vendos këto rregulla dhe shoqëria demokratizohet. E kam dëgjuar këtë shpesh, sepse shumë politikanë flasin për kthimin e diasporës, po realiteti është se shumë shqiptarë të larguar nuk shohin arsye për të kthyer. Po, sot jo, nuk shohin, ashtu është. Si do ta ndryshoni këtë perceptim që ka diaspora? Po, ajo vjen, unë po t'jap një shembull, në vitet 2006-2009, edhe kjo është e vërtetueshme statistikisht, janë kthyer në Shqipëri 460.000 shqiptar. 460.000 shqiptar? Po, vendi arriti 3.6 milion, po. 460.000 janë kthyer për shkak sepse për hir të së vërtetës, viti 2006-2009, 2005-2009 ka qenë një nga mandatet më të mira të post diktaturës në mënyrën se si është qeverisur vendi dhe pati një vru ekonomik, pati një shpërthim, njerëzit patën shpresë, u kthyen dhe statistikisht në numra rezulton të jenë kthyer 460.000. Nëse vendi do kishte vazhduar me të njëjtin trend për një periudhë 15-20 vjeçare, do të ishte stabilizuar edhe në aspektin demografik edhe ekonomik edhe në aspektin social politik. Unë besoj që kjo mund të bëhet. Ka vërtet resurse Shqipëria për ta realizuar. I ka.
thjesht duhet të menaxhohen. Flasim pak për shqiptarët që janë jashtë Shqipërisë, që flasin nga trevat e Shqipërisë, nga Maqedonia, Kosova, Malizi. Si mund bëhet që këta shqiptarë që nëse kanë prindër shqiptarë të regjistrohen të marrin pasaportë shqiptare? E shoh që ky është një problem i madh për shqiptarët. Këta nëse një ditë unë do jem njeriu që do të drejtoj Shqipërinë, pse mund të dalësh në rrugë të shtyp makina, nuk e di kurrë. Nëse një ditë unë do ta drejtoj Shqipërinë, absolutisht një ndër ligjet e para që do të propozoj do të jetë ligji për shtetësinë. Çdo shqiptar në botë mjafton të vërtetojë që ka rrënjë të origjinës tonë dhe do të aplikoj dhe do të marrë pasaportën shqiptare njësoj si shtetasit e Republikës së Shqipërisë. Kjo është një detyrë morale, ky është një amanet i të parëve tanë që kanë derdh gjak për këtë histori. Fëqinjët tanë e bëjnë, madje bëjnë të etnisë të tyre dhe ata që nuk i kanë, u japin pasaporta. Ne çuditërisht u kemi vështirësuar shumë dhe unë po ta them edhe është kështu siç po ta them, nëse një ditë e drejtoj atë shtet, shqiptarët kudo jetojnë në botë do ta kenë pasaportën shqiptare vetëm dëshirë të tyre. Pra mjafton të shkojnë të shprehin vullnetin ta marrin kaq. Për shembull për kosovarët si do funksionojnë, nëse edhe ata kanë drejt të marrin pasaportë shqiptare? Unë bëj pjesë ata njerëz që kontribuoj pafund dhe besoj fort te shteti i Kosovës dhe them që ne duhet bëjmë çdo gjë për ta forcuar shtetin e Kosovës. Por në fund ditës ata janë shqiptarë dhe do të trajtohen njësoj si të gjithë shqiptarët në gjithë botën. Mjafton ta kenë vullnet. Mbajnë njerëzit nga 2 pasaporta, s'ka ndonjë problem. Po. Amerika lejon të mbash 2 pasaporta. Ka edhe 3 mbajnë, nuk ka, domethënë ata ne duhet punojmë ta forcojmë shtetin e Kosovës, por nga ana tjetër pasaportën e Shqipërisë duhet ta kenë të drejtë absolute të gjithë shqiptarët pavarësisht ku jetojnë. Mjafton ta kenë dëshirë. Vetëm ti thua vetëm të kenë një fal vërtetimi që tregon që ata kanë lidhje me Shqipërinë. E vërteton rrënja, regjistra e gjendjes civile që vërtetojnë etninë, e përcaktojnë. Janë ato, nuk është se nuk janë. Edhe për fëmijët që kanë lindur jashtë shtetit? Për të gjithë të thash, mjafton të vërtetojë që gjyshin e ka pas, ka rëndësi tjerat. Okej, flasim pak tani për diasporën që ka regjistruar 200. Më fal, po pse mos t'ua japim? Se pyetja është pse mos t'ua japim? Pse mos t'ua japim? Edhe un kam. Pse mos t'i lidhim me vendin e tyre? Biles un kam vojtur që un kam lindur në Shqipëri. Kam vojtur për të marrë pasaportën shqiptare. Se mund desh të shkoj në Shqipëri, të jepet dokumenta, ku ta diun, dhe ajo pasaportë është një indicie e mirë që dhe e thërret për një investim, qoftë në aspektin pragmatist. Po, patjetër. Të lidh gjëja, pse jo? Pse se mund të votojnë dikë apo dikë, po të votojnë këtë duan. Po pra. Të votojnë më këtë duan. Po kjo ndihmon edhe në çdo lloj statistika që sjellin turizmin, sjellin çdo të lidh ajo. Të lidh, bra, ajo. Po i preve linjat, është si një kushuri. Ke shumë kushurin të parë. Po. Po me dikë flet njëri 20 vjet, me dikë flet çdo javë. Këtë që flet çdo javë e trajton vua, atë që flet njëri 20 vjet i thua kushuri. Po. Tani kjo puna po i shkëpute njerëzit, largohet se mirë babaj. Po fëmia nipi e harrojnë nga kanë ardhur vatrën. Pse mos ti lidhësh? Duhet i mbash. Ndjes se të ndërpreva. Jo, s'ka problem. Flasim pak për diasporën që është regjistruar deri tani, janë regjistruar 245.000, po themi, që janë miratuar nga KQZ-ja. Po. Nga këto, Shtetet e Bashkuara ka rreth 24.000 që janë të miratuar. Pak janë. Ma dhe mua më duket pak. Si e shpjegon këtë fenomen që në Amerikë kanë regjistruar shumë pak? Sepse, shiko, nga largësia mbase? Shumica e atyre që jetojnë në Amerikë janë me dokumenta shumë të vjetra. Pra kanë ardhur në fillim, duhet marrin parasysh kohën kur erdhën shqiptarët. Erdhën me atë shpirtin ndërdhëm që shqyqyrqikën, shpëtuam. Pastaj këtu kur erdhën u përballën me vështirësitë e emigrimit, një kom të madh. Pastaj morën pasaportat amerikane dhe në momentin që ti ke në xhep një pasaportë amerikane, çdo pasaportë tjetër është jo funksionale. Jo, nuk është çështja e vogël, se për çështje shpirtërore e madhe na duket ajo, po nuk është funksionale, si më thën, nuk ta prish ditën. Ti po ke pasaportën amerikane, shkon kudo. Në këtë drejtim, shumë prej shqiptarëve të Amerikës nuk kanë dokumentat e nevojshme për ta bërë këtë proces. Një pjesë tjetër, sigurisht që edhe janë larguar. Dhe është ftohur gjëja. Dhe kjo është arsyeja pse unë them që njerëzit duhet t'i rilidhin me atë dheun, ekonomikisht.
Një gjë është sa mirë me qenë shqiptar dhe është gjë shumë e mirë, po duhet I lidhim ekonomikisht njerëzit. Pra si me thënë, një njeri që ka biznes këtu, shqiptar I Amerikës, Po. duhet ta bëjmë që të hap një biznes apo të ketë një aksion në kompani shqiptare të naftës, të kromit, të hekurit, të bakrit, më kupton? Po. Kjo do krijonte mundësinë që njerëzit të ndërvepronin intensivisht, të venin, të vinin, ë? Pak është numri, unë prisja të qetë diçka më shumë, por nga ana tjetër është një fillim I mirë. Më mirë se asgjë, është një fillim I mirë. Sa mendon domethënë nga diaspora që mund të anohet për të votuar në partinë e re në koalicionin tënd? Ke bërë ndonjë Ne kemi punuar shumë. Kemi bërë në diasporë, kam idenë ky New Yorku duhet të jetë takimi 30 në 19 muaj. 30 takime në 19 muaj, të gjitha partitë e tjera në Shqipëri marrë së bashku nuk I kanë bë. Po. Në diasporë. Dhe ne nuk I bëm për fushat, ne kemi 19 muaj që I bëjmë dhe do t'i bëjmë dhe pas fushate, sepse unë e konsideroj diasporën si çelësin magjik mbi të cilin ne mund të hapim derën që duhet. Jo thjesht për votën. Unë e shoh edhe në aspektin bashkëpunimin ekonomik. Po. Jo me u marrë lekët, jo. Me I bë të vinë të investojnë në gjëra të mëdha në vendin tonë të përbashkët, t'i lidhim. Dhe për mua është shumë e rëndësishme që ta shohim kështu. Nuk duhet vetëm folklorizëm apo patriotizëm që ngelet e flamuri dhe gjua. Duhet të vendosim një sistem që garanton një funksionalitet të kombit dhe shoqërisë tonë. Bota është bërë e vogël, shqiptar duhet I lidhim. Për këtë arsye ne po punojmë shumë. Ne ndoqëm një strategji të krijimit të një ekipi online. Kryam një platformë që njerëzit lidheshin online. Të gjithë ata që nuk e bënin dot procesin futeshin dhe asistoheshin nga teknikët tanë nga Tirana, me video call ose me telefonata. Përmes procesit ton kanë kaluar 34.000. 34.000 qytetarë kanë kaluar përmes ekipit ton që janë asistuar. Wow, okay. Nuk di të them kë votojnë ata. Normal. Unë di të them që janë asistuar nga ekipi jon. Kanë kaluar përmes kanalit ton të komunikimit. A janë këta 34.000 vota, a janë 100.000 se janë si familje, a janë 3.000, unë nuk di të ta them. Di të them që në gjithë këtë numër, pra në 294.000 që kanë aplikuar, 34.000 kanë kaluar përmes kanalit ton të komunikimit. Kjo është, këtë ta them me përgjegjësi të plotë. Pastaj, si do dal vota, kjo ngelet për të parë, unë kam shumë besim që diaspora do votoj në mënyrë shumë dinjitose, besoj. Sa kandidat mund transferohet për zëm 35.000 vota? A kjo varet pastaj sepse mund të ndodhë që 35.000 vota janë 3 deputet për shumë, në një mesatare. Po mund të jenë dhe 10, mund të jenë dhe 15. Pse? Sepse mund të jetë numri I votave që ti kep shumë në qarkun e Beratit 8.000, të duhen dhe 1.500 që ta marrësh mandatin. Atëherë ke marrë 2.000 nga diaspora në Berat, e more. Më kupton? Pra mund të jetë vendimtare ajo votet diasporës për të kaluar pragun për mandatet e tua. Kështu që varet, nuk e përkthen dot tamam. Ti siç the më parë ke qenë këtu rreth 19 herë apo jo në New York? Jo në New York. Në Amerikë. Jo, thash apo në diasporë. Në këto 19 muaj kemi qenë në diasporë rreth 30 herë. 30 herë. Në 19 muaj. Po. Gjithashtu këtë të shtunë ke edhe një takim me komunitetin e New Yorkut në Lehman College në Bronx. Në Bronx, në Lehman College, po. Po. Aty do shfaqesh besoj programin tënd dhe një mesazh të fundit për diasporën që të votoj. Aty po vim për të bashkëbiseduar lidhje me programin. Po siç ta thash edhe për të vazhduar një traditë tashmë të shëndosh për të ruajtur kontaktet dhe për t'i shtuar. Ne ishim para 14 muajve në New York, erdhëm prap dhe unë do vi në Amerikë në mënyrë periodike, isha në dhjetor në Detroit, jam në datë 9 në Boston, pra kam qenë për takim në Philadelphia, në Tennessee, pra unë Amerikën e shoh si një proces të vazhdueshëm të bashkëveprimit dhe krijimit të një tradite që nuk do ta ndal. Sa të kem shëndet nuk do ta ndal. Do vi vit pas viti për t'i takuar shqiptarët sepse nuk dua t'i trajtoj si njerëz cilët I thrasin vetëm kur ka votime. Po dua të jetë periodike sepse kjo do krijojë një marrëdhënie më të shëndosh dhe mur do bëhet gur do bëhet mur do e bëj mur për të kaluar lumjen pastaj. Po. Çfarë mendimi ke për politikën e Amerikës?
Dhe si anon, domethënë po ta marrësh në paralel republikan, demokrat edhe me partinë tuaj. Shiko, unë jam subjektiv për Shtetet e Bashkuara, sepse për mua të jetë kushtet, nuk e them për kështu, po e them se realisht e besoj kështu. Për mua kushdo të jetë në pushtet në Shtetet e Bashkuara, për mua janë Shtetet e Bashkuara. Po. Pra, ka pak rëndësi për mua si Adriatik kush e drejton Amerikën. Në vetvete ka rëndësi Amerika. Sepse për shqiptarët, marrëdhënia me Shtetet e Bashkuara është unike, duhet të forcohet dhe ne duhet punojmë në këtë drejtim. Nuk duhet ta marrim for granted. Pra nuk duhet ta marrim të mirë qenë që ne jemi një vend aleat me miqësi, sepse dinamika ndryshojnë. Për shembull, ata që në vitin 99 në Kosovë ishin 1 vjeç, sot janë 26 vjeç. Po nuk e mbajnë mend luftën ata. Po. As këta në Amerikë se mbajnë mend luftën. Një 26 vjeçar sot në Amerikë nuk e di që në Kosovë janë bërë masakra. Ose mund ta lexojë një njerëz që lexon për kulturë apo në shkollë, po ku di unë, po nuk e ka jetuar. Kjo bën që të harrohet gjëja, pra nuk është sikur nuk ka ekzistuar. Për këtë gjë ne duhet jemi të kujdesshëm që marrëdhëniet me këtë vend ti kemi të vazhdueshme dhe të investojmë në këtë drejtim. Si? Të investojmë duke mbështetur njerëzit tanë më të mirë këtu. Dhe qeveria shqiptare duhet punojë fort në drejtim të kësaj. Shqiptarët më të arrirë në Amerikë në çdo fushë duhet i mbështes, në çdo drejtim, qoftë ekonomikisht, për të lobuar që këta njerëz t'i promovojmë, të shkojnë në Senat, të shkojnë në Kongres, në përputhje totale me ligjet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, siç i lejon, por qeveria jon duhet të angazhohet në drejtim të kësaj, pra aq sa ligji e lejon gjithmonë, se unë nuk flas për te ligjit, por ne si shoqëri, si shqiptar, duhet lobojmë fort që më të mirët tanë t'i promovojmë. Ka ardhur koha që pse jo të kemi senator, të kemi kongresmen, kemi pas me origjinë shqiptare, po të kemi edhe nga brezi shqiptarëve të rinj që kanë ardhur të pas viteve 50-60 për shumë. Kështu që unë mendoj duhet punojmë, nuk duhet ta marrim të mirë qen. Duhet punojmë sistematikisht që të mbajmë marrëdhënie shumë të mira me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse sa herë ne kemi pas nevojë, këta na janë gjend. Me thënë të drejtën, këta na janë gjend. Po. Pjesa tjetër pastaj shumë e drejtë. Adriatik, një mesazh të fundit për diasporën? Për diasporën, unë juroj më të mirat në jetën e tyre. Unë e di që aty në Shqipërinë tonë të stërvuajtur bëhet lajme keqe. Shpesh bëhen lajme nga jashtë për gjëra që nuk janë fort të bukura. Po nga rrugtimi tim në diasporë, shoh nga afër historinë e mira shqiptarëve të cilët janë jashtëzakonisht shumë punëtor, shumë të arrirë, shumë të suksesshëm, njerëz të mirë me ligjin, me shtetet ku jetojnë. Unë jam shumë krenar për secilin shqiptar në diasporë që ja ka dalë që në një vend të huaj, të ngrër emrin e tij, të rregojë jetën e familjes vet, po dhe të kombit ton. Unë uroj më të mirat në shtëpitë e tyre dhe u kërkoj me përullësi të mos e harrojnë atë dheu. Sa do kohë të kaloj, edhe pse e di që s'ka nevojë shumica dërmuese më për Shqipërinë në kuptimin ekonomik, por të mos e harrojnë atë dheu, sepse atë dheu do parë si puna e prindit. Edhe pasi të rritet nuk ka më çfarë të t'jap, është ajo dashuria e gjakut që nuk duhet të shuhet kurrë, kështu që ta shohin Shqipërinë me dashuri dhe ta ndërrojnë që një ditë ta bëjmë lule dhe pse jo niprit e tyre të kthehen. Shumë faleminderit që ishe pjesë e emisionit. Edhe një të fundit për njerëzit që duan më shumë informacion për programin tuaj, ku mund të hynë? Për ata që janë në New York, rasti më i afërt është në Lehman College, në ditën e shtunë në datë 8 në orën 5:30 të pasdites. Okay. Pra pas nesër. Po. Të shtunën. Ndërkohë për ata që do të dëgjojnë edhe duan ta gjejnë online, do të jetë këtë javë i publikuar në www.shqiperiabehet.al. Në website-in tonë zyrtar, aty mund ta gjejnë dhe mund ta lexojnë plotësisht. Faleminderit. Shumë faleminderit. Mirupafshim.